Unë nuk do kisha, nuk do e mendohet pa mundur mos hyrjen zgjedhje se bëhet fjalë vetëm për kryetarët e bashkive. Teoria e lëshimit të terrenit nuk funksionon. Ai që do kandidoj si individ nuk do të prodhoj vota. Ato që do prodhoj, por nuk është që dyshon terreni politik poshtë. Okej, se nuk ndryshojnë këshillat e bashkive. Vot politike ke vot për individin që është kryetari i bashkisë së tjerët. Okej. Problemi është që kush do të ishte shkaku me cilin PD nuk do futen zgjedhje. Është ky shkak? Është ky dekret? Po nuk mund të jetë dekreti Presidentit të Republikës, se i bën që do futen 5 bashki, por nuk do futen ke 6. Po, kjo do ishte qasti shumë racionale. Po në sens politik, do të rritë. Po pse? Ka kërkuar shkarkimi vetë. Njëste dekretit i pjesëm. Një sekond. Ta zgjedhësh në cilat zgjedhje futesh, në cilat jo. Ata thonë që për 5 bashki dekreti është normal, i logjikshëm, kurse për Bashkinë e Tiranës, sepse ka një çështje nuk ka sens. Nuk është gjykatë, më zotëri. Po mirë, politikisht. Ajo e merr vetë vendimin. Kur e kanë thënë dorë që kryetari i bashkisë, një sekond, që thua ti është normal, s'është normal. Prapë me vonesësh. Po me vonesë janë të tëra po lërët. Po themi na shkela pa gjë. Ke çështja e vonesës ligjërisht hajde kalojmë këtë pjesën e. Po kanë thënë dorë që në 10 prill më. Çfarë para ai? Vlla, ke avokatën e popullit ka 4 vjet në detyrën vet. Bëri dhe mandatin e dytë pa u votuar fare. Pa votuar fare, sa i madh. Nuk është ndonjë habik. Pyetja ime është kjo, a mundet krahas Veliajt edhe PD që të përforcojë këtë qasje të saj të shkojnë në kushtetuese për Tiranën? Hipotetikisht po. Pra nuk e pengon njëri. Zotin Bardhi mund të drejtohet me një padi për dekretin. Mund të kundërshtojnë vetëm dekretin e presidentit. Dekretin, pra, dekretin. Legjitimohet? Po, legjitimohet. Si parti politikë legjitimohen ta kundërshtojnë. Pra, për publikun që t'jemi qartë, PD-ja nëse ka seriozisht këtë alibin që unë e përmenda alibi me drejt kulluri më korrigjoj, nëse ka seriozisht këtë çështjen e kushtetshmërisë të gjërave, duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese. Po mi, pa ta kam besim dhe... Vlla, më falë, zgjedhjet janë ty. Ose do hyni i palë zgjedhje jo kushtetuese, ose nuk do hyni, me që janë jo kushtetuese, ose do hyni dhe do legjitimoj mos atë antikushtetuese. Është bërë ky skenari, nuk ka lëmë se zgjedhje. Dëgjoj një sekondë. Një parti politike që thotë zgjedhjet janë vjedhur. Parimisht nuk hynë zgjedhje. Po, jo parimisht nuk hynë parlament djerë. Jo, i thot ati, ku do t'i të vjedhë zgjedhjet, kandidatit. Parimisht, se thotë, zotëri dashur, nuk mund t'y një palë zgjedhje, nëse nuk ndryshojnë kushtet e lojës, cilat njëmi vjedhë mua zgjedhje. Nuk merret me çështën e dekretit Presidentit Republikës, merret në thelbin e gjës. Vjen zgjedhjet në Shqipëri. Po, nuk mund të ketë zgjedhje me këto rregulla loje. Shojnë rregullat. Si do shohin rregullat? Kjo është bëhet një Thubi, kur vjet në lëvizje Celibashi? Celibashi që me dekretin që në moment që del dekreti botohet. Hyri pra, u botua sot. U botua sot. Nesër fillon, nesër shpallë datën e zgjedhjeve. Po ka shpallë procedurën. Pra që nga nesër Celibashi nuk duhet presi pezullimin e vendimarrjen e kushtetuesës. Dëgjoj, se ndryshon logjika e zbatimit të ligjit. Po. Nuk jenë kushtet kur ti duhet presësh, presidenti mund të priste që gjykata ta shqyrtonte. Celibashi vjet në vizje me dekret direkt. E kishte mundsinë. Presidenti u shpreh me dekret. Po të t'jap një rast tjetër kur Meta nxori dekretin e shtyrjes së zgjedhjes u lëvizje fare KQ-ja. Po tash ti po flet për çështje që janë çështje politike. Mund të dalë thotë Celibashi të presim gjykatën kushtetuese. E çoj është një nga rastet sublime të drejtës juridike. Se këtu se më kujtove çuditëra. E çoj dekretin e presidentit gjykata administrative. Okej, shikon që nuk që nga pa gjë edhe orientimi që ka dhënë Begaj sot për gjykatën administrative. Se merremi me gjallë politik. Dgjoj, se ka një diferencë ligjore. Zoti Viljen nuk kundërshton dekretin e presidentit. Dekreti i presidentit, sipas praktikës që kemi krijuar në vitin 2019, çohet në gjykata administrative. Zoti Viljen kundërshton VKM-n. VKM-ja për shkarkimin e organit kushtetues, që është organi kryetari i bashkisë, organi i zgjedhur, shkon në gjykatë kushtetuese, nuk shkon dot në gjykatë administrative. Valteri, për fushat